Siç mund ta shikoni, mbrapa po zhvillohet një gërmim. Ja, në fakt kemi nisur për një gërmim të vogël me dy sondazhe përimi shumë të surprizuar. Mendojmë që kemi të bëjmë ndoshta me një bazilik, por është akoma herët për të folur për këtë situatë. Bashkëpunimi është Drejtoria e Shërbimit Arkeologjik, pra IKTK-ja, në bashkëpunim me fakultetin, Departamentin e Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore, me Muzeun e Lushnjës dhe me Bashkinë Divjak. Është një bashkëpunim pra shumë i madh për të nxjerrë një gjë të bukur në dritë. Studentët është shumë e rëndësishme kjo pjesë, jo vetëm për ne, por edhe për studentët, sepse atë çka marrin në bankat e shkollës, atë teori, tani e kthejmë në praktik. Kemi kryesisht studentët e vitit të dytë, pra bachelorin, por kemi edhe masterin, që thotë që ky master është një procedurë e universitetit tonë që ata tani po bëjnë gati për të dalë në treg, për të fakulteti jonë është një burim që furnizon territorin ton, drejtoritë tona me arkeologët e rinj të apasionuar. Në fakt është java e parë, nuk kemi akoma një javë, më saktë datat nuk i kemi fikse, nëse do ketë vazhdim kjo do shihet, por që në fakt situata është shumë premtuese. Siç mund të shihni, kemi gjetje të monedhave, kemi daljen e strukturës dhe kolona. Në fakt nuk është se janë pak të vona që shkojmë në mesjet, por duke parë edhe një përzierje të materialit që pra kemi edhe helenistikën, kemi edhe mesjetaren, antikiteti vonë, kjo është gjë e mirë, është gjë pozitive, tregon që prania e disa shtresave do të thotë që aktiviteti ka qenë i vazhdueshëm, por thash mbetet për të parë. Në dijenin tuaj, zbulimet të tjera arkeologjike në këtë zonë janë bërë? Në fakt këto pritet arkeologjik për këtë zonë. Ky është një nga zbulimet e para të bërë në kodën e Shëngjeshit në fshatin Bishukas. Nuk janë bërë gërmime më herët, as ndonjë survey intensiv, është thjesht dihet si informacion. Kanë shkruar më herët mësuesi Qazim Përmeti, Kol Nikaj, Filip Rudo e të tjerë. Të gjitha këto vendosëm që të shikonim që ishin të vërteta apo jo. Dhe fati ndihmon gjithmonë guximtarët, aty kanë dalë një strukturë dhe një kolon e vjetër. Shpresojmë që me vazhdimin e punimeve ne do të mësojmë më shumë se çfarë strukture është objekt kulti apo është ndonjë ndërtesë e hershme. Pra do të jenë të dhënat arkeologjike ato që do tregojnë. Më konkretisht mund të na thuash si rat në këtë gjurmë? Në Muzeun e Lushnjës ne kemi shumë gjetje nga zona e Bishukës, mbrapa me kemi edhe një vendbanim të hapur i lirë, i njohur si vendbanimi i Bishukësit. Aty janë gjetur edhe më herët gjatë punimeve për taracime, janë gjetur kolona, janë gjetur pjesë kapiteli, janë gjetur edhe pitosa. Këto janë të ekspozuar në Muzeun e Lushnjës. Ky bashkëpunim që është për të tretën vit të radhësi me Muzeun e Bashkisë Lushnjë dhe Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore bashkë me Universitetin e Dega Arkeologji. Qëllimi është të stërvisim brezin e ri duke i treguar gjithë ato trashëgimi i liri që kemi në këtë zonë që shtrihet midis Lushnjës dhe Divjakës. Pra është një zonë shumë e rëndësishme ku dhe ata kanë fatin e mirë që të njihen me të dhënat. Duke bërë këtu dhe si të duket eksperienca? Eksperienca për mua si student është shumë e bukur, do thoja shumë shfrytëdhënëse, pasi ne mësojmë gjithë ato që i kemi bërë në teori, informacion që kemi marrë në shkollë, po i vëmë në praktik. Gjithashtu do është pak një punë më intensive, do thoja, duke qenë se ne po bëjmë një sondazh dhe kemi marrë mjaft informacione. Edhe jam shumë e kënaqur. Si të duket puna? Është e vështirë, do durim? Po, don pak durim, do thoja don shumë bashkëpunim në grup, edhe alternim sigurisht, por. Ke marrë pjesë në zbulimet e tjera arkeologjike ju si student? Unë kam pasur fatin që të punoj edhe me një projekt tjetër 10 gjatë verës, edhe ai ishte gërmimi im i parë, normalisht mësova akoma më shumë, eksperiencë shumë e bukur që s'do harroj asnjëherë, mësova shumë dhe takova shumë njerëz profesionistë edhe shumë të mirë. Si të duket momentet e asaj që ju nxirni nga nën toka?
Nuk është është një ndjesi shumë e bukur, po zbulon domethënë historinë që kanë lënë paraardhësit tanë, mundohesh me ato objekte të vogla që të gjesh të rindërtosh historinë edhe jetesën, stilin e jetesës që mund të kenë pasur. Dini çfarë po zbuloni tani? Për momentin në krahun verior të sipërm të sondazhit kanë dalë disa fragmente, copëza skeletësh. Sapo na doli edhe pjesa e legendit se Kafka na kishte dalë dhe besoj tani thjesht do bëjmë një pastrim akoma pak më të thelluar që të dalin edhe akoma më mirë fragmente që edhe ta dokumentojmë se edhe dokumentimi është një nga proceset më të rëndësishme do thoja. Shumë faleminderit. Unë isha me idenë jo të filmojmë rëmuja, në kupton, jo që mund t'i... Ka se qartë këtu për ju. Pa edhe si qartë të një s'ka qypë. Kurdo? Si është zysh më mbaruan këto. Ka plak. Urdhro mere këtu Klaudia dhe ka të tjera, ja ke të tjera këtu. Dhe ma bëj një... Jo, janë nisur, po për video. Sportus. Do t'i vëmëtëm që qa janë këto. Po varri pastaj pra? Po varri pra do bëni foto. Atë nxjerrë një strukturë. Të pjesës varri, sepse ti nuk e dallon dot këtu tani depozitën e Po ti nuk e dallon dot pjesën tjetër. Të gjithë stresë. Po duhet të harrojë, nuk ka të bëjë më harrojë. Po do ta bëj varri një. Jo, do i bjesh ti, po do i bjesh vetë.
që më mendoj.